fitore ndaj padrejtësisë. Një tjetër rast i zgjidhur me sukses. Klienti ynë, i cili nuk u lejua të hipte në avion me arsyetimin se fluturimi ishte mbushur dhe bileta ishte shitur 2 herë, fitoi €250 kompensim dhe €260 rimbursim fal përfaqësimit nga avokati i Petrit Musaj. E gjithë procedura ishte falas. Klienti nuk pagoi asgjë në fillim, pagesa bëhet vetëm nëse merret kompensimi. Nëse nuk ka përfitim, nuk ka asnjë detyrim për pagesë, pavarësisht kohës dhe mundit të kushtuar nga zyra e avokatisë. Nëse edhe ju keni përjetuar vonesa mbi 3 orë, anulime fluturimesh apo nuk ju kanë lejuar të hipni në avion sepse bileta është shitur 2 herë, kontaktoni për të kërkuar të drejtat tuaja.